Organizata e dëshmorëve të Adheut në Shkodër ka zhvilluar konferencën e radhës. Të pranishëm ishin përfaqësues të familjeve të heronjve dhe dëshmorëve, bashkëpunëtorë e miq të kësaj organizate, si dhe kandidat të Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Shkodrës. Gjatë hapjes së konferencës, Vuksan Vukaj theksoi se roli i kësaj organizate për kujtimin dhe nderimin e heronjve dhe dëshmorëve është shumë i rëndësishëm, pasi përmes aktiviteteve të zhvilluara, ajo ka kontribuar edhe në edukimin e brezit të ri me vlerat e atë dhe dashurisë dhe lirisë. Ndërsa Dhurata Tyli, kryetare e kësaj organizate, theksoi se është shumë e rëndësishme që veprimtaritë e saj kanë marrë gjithnjë më shumë përkrahje. Zgjidhet Këshilli i Ri dhe nga Këshilli i Ri do të dalin kryesia, do të zgjidhet një kryetar, 2 nënkryetar dhe një sekretar dhe Komisioni Kontroll Revizioni. Ne kemi edhe mbështetës të organizatës tonë, të cilët sipas statutit ne kemi edhe antarë të cilët përfaqësojnë jo vetëm familjet e dëshmorëve, por edhe më gjerë, edhe janë mbështetës të organizatës tonë, duke qenë se respektojnë dhe statutin tonë, se kemi edhe me statut. Edhe antarë të tjerë duhet të jenë pjesë e organizatës tonë. Gjatë kësaj konferencë u fol jo vetëm për vazhdimin e organizimit të aktiviteteve përkujtimore për dëshmorët e Adheut, por edhe për zhvillimin e veprimtarive më të larmishme në këtë drejtim, duke angazhuar sa më shumë të rinj e të reja për të trashëguar vlerat atdhedashëse.